kemi një lider tani që quhet Ballkani. Me njerë pasimi tjetër dhe këto është goditje e gol në minutën e parë. Gol në minutën e parë, një vërshlim e gjyqtarit për ta ndalur festën e vendasve, duket disi më i avancuar. Jemi në topin prapa te Gligorov, krosimi është nga distanca. Goditje, super goditje nga Betim Haxhi Musa, ishte në cepin e portës, por pret Agron Kolaj. Goditje e ka gol për skuadrën e Prishtinës, janë e përsi me shënimin e Ilievskit. Minuta 5 në pjesën e dytë. Minuta 5 në pjesën e dytë, gëzim edhe për plisat që i kanë dhënë xhirim të bukur kësaj sfide. Nuk po ecën skuadrës Neville Dedes. Qajmë këtë dalje, situatë e favorshme, pozicioni është i rregullt, mundësi këtu, kalohet edhe portieri, e më pas është autogol. Veliu e detyron të kapoj në mënyrë trashanike Jovanovskin. Golja në luar e mban dishën e hapur, ja ku është momenti. Një hap para kohe, Veliu. Një hap para kohe, pash në momentin e zhvillimit të aksionit dhe varin nuk lë që gjyqtarit kapoj. Dhe penalti tashmë. Penalti për Ferizajin. Është më i zëshmi i tyre që nxjerr penaltin në Haxhi Musa. Tjetë në flak në stadiumin Fatil Vokri, niset Jakub Berisha, gjua dhe shënon në qendër ka gjuajtur e guximshme kjo penalti nga Berisha. Goli 5 këtë sezon nga mundësia për shkuar 2-0. Prishtina, rezultati është i barabartë 1-1. Prishtina Ferizaj. Ilievski për para topit e Veliu, është sërish në offside, e kalon në portierin për herë të dytë sot, vazhdon me aksionin, pasimi është në qendër edhe mund ta dim a ka qenë offside apo jo, mirë po e kaloi portierin për herë të dytë. Veliu e topin e kthyer në zonë. Nafiu apo Sadri Selmani? Është Nafiu që e kthen topin, i cili shkon pranë shtyllës pingule. Rastu për ta nxjerr ndeshjen me fitore. Ferizaj nuk ekzekutohet në mënyrën më të mirë të mundshme.